te tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, friksohem shumë për jush. Allahu thot në ditën e gjykimit. Do t'i thrasi ata të sinqertit. Hajdeni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ku jeni, hajdeni në ditën e gjykimit. Në mesin e qindra, mijë dhe milionëve, do të thrasi ata të sinqertit. E vallai, nëse shërohesh për kësaj, ti nuk ke vend tjetër vetëm se xhenetin e lartë. Ama nëse shërohesh. Këtë shërim nuk mund të kontrolloj njerëzit. Këta e kontrollon vetëm i madhe Zot që lëshërahu. Allahu në urdhon thot, fakunu me as-sadiqin. Bëhuni me ata. Janë shumic, a janë pakic, për Zotin nuk e di. Por, bashkoheni me ata. Po them se janë pakic. Për shumë arsye. Ju sot bashkë me mu për të vuni ma shumë. Që me gjeti shok sinqer. I njeri që adhuron Allahun me sinqeritet, edhe ndonjëherë nuk je zhgënjen rreth. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse mi garantoni dhe një 6 gjona, unë po ju garantoj dhe që keni për të hyrë në xhenet. Kërët e këtyne vunat të parë, flisni me sinqeritet. Po veni, grudha, kozan pa shortin e saj. I thash, mëndën e këtë herë mu hajtë, që keni bon, shkeni bon. Pajtoni. Tha, e shoqja. Orhosh, tha. S'ke si pajtosh me këtë. Kysa herë fletë dhe vetëm rajnë. Allah në rëjë. S'ke se si. Se këtë si herë nuk fletë si gjerë, por a me doni që një qift, një shok, një mik, në tregti, një pushtetar, tha sa herë fletë vetëm rajnë. Këtë s'ka në herë sinceritet në fjallët e ti. Allah. Tha, flisni me sinceritet. Runi amanetin. Mbajni fjallën e dhe. Jeni të ndershëm. Runi shikimit, runi syt. Runi dorë, gjymtyrat, nga haramat, nga ndalumet, ju garantoj xhenetin. Ja 5-6 gjona, të thjeshta fare. Ama kryet e ka vu ke sinqeritet. Pse? Normalisht sot s'mune ndërtoj shi muhabet me një person, sepse e kanë me hile njëri tjetrit. Nuk flasin me sinceritet njëri me tjetrit. Pra këtë më shefin edhe i diçka tjetër ku mrena. Jo. Allahu Gjellë e kalon, fa këtë aftësi, që tjetër gjanë flet me gojë, tjetër gjanë ka e këto në zemër. E kalon. Por nuk e kalon për ta përdorur për keq. E ka lanë që këta t'i bashkosh të dyja. Edhe këta që nxjerr zemra, edhe këta që nxjerr goja. Ama kujdesi do vodi jashtë zakonshëm. Me qenë ndershëm. Me rujtë dhe që ta kalon amanet. Po bisedoj herë me disa tjenë tri. E mashallah me namaz. I pjesë edhe umrën edhe haqin. Tha si duke mine. Thash, mashallah. Diku ke mesatarje. Si ke mesatarje? Po thash, shikonin vete tu se hala keni probleme. Keni probleme. Në vete tu shikonin. A ju besoj njerëzit, atë besoj nana, atë besoj baba, atë besoj bashkëshortja ti, a je i sinqer. Një hadith i shërif e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë do t'jenë një grup njerëzish në xhenet. Po do t'jenë në disa ndërtesa shumë interesante, thotë. Ajo që është mrenë, thotë, duket nga jashtë, dhe ajo që është për jashtë duket edhe nga mrenë. Dhe më thonë e i te i dukshme. A mund t'jesh i te i dukshme? I te i dukshme. Dhe më thonë, pa problem. Për Zotin për ju flasët e që kam zemër. Pa e nxjerë, pa e flasët e me gojë. Ose, a jenë atë mërgjën që njërëzit, qatë do të flasët për dojë? Si kom rajt i herë, si kom mashtru i herë. Ku di unë, jeta, s'ke rajt i herë peshore,